Tani, këto dy miqësore, pa ndar akoma nëse Silvinio do të ri apo do të largohet, çfarë vlere kanë për kombëtarin? Se nëse ai qëndron, okay, mund thua po teston futbollistë të rinj dhe do të filloj të ringrej një kombëtare ndoshta ndryshe. Nëse ai largohet dhe natyrisht duhet kishim dikë tjetër që të fillon të projektonte këtë që shtatorit të mos na gjej me një trajner tjetër që natyrisht do të ketë një strategji tjetër, një qasje tjetër. Do ishte më mirë të mbylleshin një herë çështja e trajnerit dhe më pas të diskutohej për këto ndeshje. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Tani unë nuk pjesën e kohës, pra kur i është dhënë kohë këtyre palëve që të flasin dhe të mbyllin gjërat, unë nuk e di tamam të them të drejtën. Dhe në qoftë se kjo kohë është mbas këtyre ndeshjeve, atëherë nuk ka shumë sens, sepse në qoftë se Silvinio nuk do pranojë, ose në qoftë se palë nuk do binë dakord, trajneri tjetër që do vi, duhet i shërben atij këto ndeshje, pra këto dy ndeshje miqësore, dhe jo trajnerit që do iki, pra në sensin logjik. Se si do veprojnë palët, se në drejtë nuk jam shumë i informuar, pra kur do të zgjidhin të çështjen e kontratës. Ta kujtoj pak unë konferencën për shtyp që zoti Duka ka mbajtur. Ka thënë që puna e trajnerit me Silvinion apo jo do zgjidhet përpara ndeshjeve miqësore. Do me thënë, kontrata e re në rinovimi do bëhet para miqësoreve. Kështu që miqësoret mund të jemi trajner tjetër, ose me Silvinion, kupton. Pas miqësoreve nuk do rrim. Shpresoj dhe unë që ai ta mbaj këtë fjalë, ta zgjidh këtë problem përpara ndeshjeve miqësoreve. Siç e thatë edhe ju, i shërbejnë shumë trajnerit, si Silvinios apo si trajnerit të rinj nëse do të jetë. Okej, shumë faleminderit për këtë informacion se nuk e kisha të them drejtën. Tash ka një sens. Nëse ai e ka thënë kështu, atëherë ka sens. Pra, qofse do jetë ky, do vazhdoj me këtë dhe të filloj planifikimet për rikonstruimin e ekipit të ri që do përballen ndeshjet e ardhshme. Të thotë nëse do jetë trajner i ri, atëherë do filloj nga aja, si gjithmonë se çdo trajner tjetër, siç e bëri edhe Silvinio. Këto dy ndeshje pikërisht, pra ky është qëllimi dhe për ne janë vendos tani. Edhe ka sens nëse ai do zgjidhet, pra çështja e trajnerit do zgjidhet para këtyre ndeshjeve. Nëse do ishte mbrapa, atëherë nuk do kishte sens. Kështu që në rastin konkret, patjetër që kushdo trajner që qoftë do i shërbej kjo ndeshje, këto dy ndeshje do i shërbejnë për fillimin, për krijimin e një paclitëri të ekipit të kombëtar, pra të përbërjes një ide të re apo qoftë edhe lojtar element të ri. Për ne shërbejnë ndeshje të tilla, pra ke 3-4 muaj kohë deri në shtator që fillojnë ndeshjet zyrtare, të përbësh dhe të krijosh pra një modul të ri ose një ekip, si me thonë, të ri në thojza për ndeshjet e ardhshme. Më fal, ju vetë personalisht doni që Silvinio të vazhdonte? Unë kam dy përgjigje në këtë rast, pra në krahun e Silvinios dhe në krahun. Jo, në tim, të jap të dyja dhe do e kuptosh sensin. Në qoftë se unë do isha Silvinio, unë nuk do e vazhdoja ma. Në qoftë se unë do isha Silvinio, nuk do e vazhdoja ma. Unë. Në qoftë se unë do isha Silvinio me këtë gjëra që ndodhin, gjitha nuk do e vazhdoja ma, dhe do e leja në pikë shumë mirë. Në qoftë se Silvinio ka kuptuar nga gabimet e veta shumë dhe ka ndryshuar mendje, është pikërisht kjo që sapo tham ne, e që diskutuam, atëherë unë them që ai le ta vazhdojë sepse fund fare në 3 vjet, pra në 3 edicione të tij ka arrit 2 suksese. Për mendimin tim edhe play-offi, për me pjesëmarrja në play-off është sukses. Shqipëria se kishte pas kurrë. Kështu që nuk duhet i mohojmë ca gjëra. Për sa i përket federatës, federata duhet t'i japë shonsin patjetër në kontratë të re, sepse ai ka qenë trajner i suksesshëm. Ka pas gabime sa dush, po i suksesshëm. Kështu që në rastin konkret çdo trajner i suksesshëm e meriton tipet shansi e një kontrate të re. Po edhe Silvinio është duke mësuar, se nuk është se është në një trajner me eksperiencë dhe me përvojë, kështu që besoj do të ketë mësuar për të reflektuar. U rrit bashkë me ne, po. Besoj do të ketë mësuar edhe ai nga gjithë Unë shpresoj një pikë që ai të paktën të na jap ta tregojë ne një lojë të bukur, një lojë që ne ndoshta e meritojmë sepse ne kam thënë përpara shumicën e lojtarëve që sot kemi, po them të spikatur, i kemi në fazën sulmuese, që nga Muçi, Broja, Uzuni, Hoxha, përmendim me radhë. Kështu që fokusimi më shumë doja të pjesa ofensive, që pse jo të luajmë si... Tani, se neve po flasim për trajnerin se për keq gjithmonë
pesha bie ke trajneri, për mirë gjithmonë vlerësohen futbollistët që janë në fushë kur ka rezultate pozitive. Gjë që mua nuk më pëlqen në fakt, po që edhe për keq do të mbajnë përgjegjësi. Tani Silvinjo ka një brumë për të bërë një bukë të mirë, se tani ne po i shohim, ne po flasim për futbollistët tanë, ju përmendët broja po ngros stolin, luan 6 minuta, 5 minuta, ka 3-4 vjet që dëmtim bas dëmtimi ka pasur problematika serioze. Nuk kemi që në formën më të mirë, le themi drejtën. Po edhe të tjerët nuk është se kemi pasur gjithmonë këto luatit. Tani kemi shumica janë ngrojnë stolin, nuk kanë ekipe, po kjo gjë është relative, s'males rregullohet. Shumë 2 muaj nuk janë mirë, pastaj 1 muaj po të shohësh dalin 2-3 që shkëlqejnë. Po ato muaj që janë mirë s'kemi ndeshje ne. Puna është që në momentin që ata janë mirë, ti t'ja u marrësh maksimumin atyre. Këtë dua të them që Silvinjo mos të fokusohet vetëm rimbrojmë dhe po doli diçka mirë. Thjesht të krijojmë një ekip, një strategji që t'i shfrytëzojmë këta. Sepse ai mund që do jetë në formë, në kombëtare duhet që të luaj, po them kështu, po marr një rast tani. Po se jemi fokusuar gjithë ke Muçi, po ne kemi pasur edhe të tjerë që kanë performuar shumë mirë në ekipet ku kanë luajtur, kur kanë ardhur në kombëtare s'kanë bërë asgjë. Kështu që nuk është Dakor, tani kombëtarët kam thënë, nuk është klub që ti je aty gjatë një sezoni. Ti kur vjen, ai prandaj është trajneri selektor që duhet të përzgjedh, po them më të mirë ata që janë në formë. Ndoshta ai ka kriteret e tjera, ai beson atyre që e sollën deri këtu. Është punë tjetër, trajneri për këtë gjykohet atëherë. Po kemi ne potencial. Unë besoj që kemi. Se ne flasim vetëm për një Muçi, Unë besoj që kemi potencial. Sepse ne kemi kemi arritur në play-offin e botërorit me një gjendje lojtarësh jo shumë të mirë. Kemi arritur play-offin e botërorit. Tani supozo nëse ne do të kishim ta lojtarë në formë të gjithë, që broja të luante rregullisht, po them çdo lojtar Arber Hoxha, Bajrami të luante rregullisht, të ishin që ndoshta edhe në të ardhmen mund të jenë, ëh? Imagjino sa potencial mund të kemi edhe. Silvinjo nuk i zbret dot në fushme, imagjino sikur të jenë mirë. Ai sa ka, ato do zbresin. Unë po marr atë që ka ndodhur Esmeralda, që ne me një formë më të mirë të lojtarëve arritëm në play-off botërorit. Nëse nesër pas nesër do të kemi këta lojtarë në formë, atëherë pse mos i shfrytëzojmë dhe këtu del potenciali që ne kemi më shumë potencial se ata kaq. Është e qartë, është evident, është e dukshme. Po.